Përshëndetje të nderuar të shikues të Akrolis TV. Jemi të premte me emisionin Kuvend, si për herë, në Akrolis. Një emision që përgjithsisht është me të ftuar, ndërkohë që të martët ne i kemi me reportazhe, me dosiere, me dokumentare etj. Më radhë, biles edhe të martën që do vijë do të jetë një dokumentar shumë i bukur. Ndërkohë, sot unë vendosa që të bëj një emision puro politik. Puro politik, por gjithmonë preferoj që të ftuarit do të mos jenë ato të skaljoneve ekstreme, po që të japin kumte që kanë të bëjnë me një ndërgjegje, qoftë politike, por që vjen nga fusha intelektuale. Ka shumë nevojë ky vend për të pas edhe në politik, dhe sidomos në politik, ka nevojë për të pas intelektual, një zë intelektualesh që e sjell pak më ndryshe se sa i mësuar duke parë në për mitingje etj. Emisioni i kemi mbutur titullin pak a shumë Lezha me Berishën apo me Saljanin, sepse pritjen më të madhe që bani Lezha ishte për Ervinën Saljanin, që duket si një fraksion i Partisë Demokratike, gjithsesi këtu të ftuarit e mi do t'i shkoklojnë pak më thellë, dhe nisim me prezantimet. Kam Pashknocin, inxhinier Pashknocin. Inxhinier, mirë se erdhe, edhe në emision politik. Faleminderit, mirë se u gjeta. Se sot nuk do flasim për hidroteknikën. Të kam dhënë llafin për librin tanë, se është shumë dhe është interesant se fill mrapa, mos intervistës që bëm, dolëm pa gjëra që ti kishe thënë 100% sakta. Kështu që sot e lejm muhabetin teknik me këto gjëra dhe merrem me politika. Pëlqen merresh me politikë? Më mirë të jemi të suksesshëm atje tek ajo fusha profesionale, po në politik jemi përfshirë politik në fillimin e demokracisë dhe kemi ngel të përfshirë politik, po unë asnjëherë profesorin nuk e kam shmang për arsye të politikës dhe për hadër të politikës. Okej, të falenderoj që jemi një emision që do flasim bashkë. Ndërkohë që në kampin tjetër kam zotin Altin Mema. Altin, mirë se erdhe. Faleminderit. Dhe më vjen mirë dhe për një gjë, Altini se vjen nga fusha që jemi në fushën e përbashkët, dhe më pëlqen shumë Altin që realisht nga fusha e mediave, me patjetër duhet të jenë politikë. Nuk e di se pse ke zgjedh politikën, sepse një gazetar nuk para e zgjedh politikën, domethënë merret me komentet, me analiza me njërin e tjetër, por nuk para zgjedh shumë. Gjithsesi, ka qenë shërbim, besoj unë, shërbim shumë i frytshëm për politikën shqiptare, për demokracinë shqiptare, ku kanë qenë prezent dhe gazetarë në politikë. Unë falenderoj për ftesën. Mendoj që gazetarët janë njerëz fjalës dhe fjala e tyre nuk kufizohet. Në shumë raste në politikë gjen kufizim fjalës, dhe unë mendoj që edhe për shkak të profesionit gazetarit, nuk më ka kufizuar dot fjalën dhe ka qenë pasioni im që të jap mendimin tim, atë çfarë mund të bëjmë më mirë, dhe angazhimi im politik nisi në vitin 2013, pra pasi Partia Demokratike kaloi në opozitë, dhe që nga ajo ditë gjithë angazhimi im ka qenë. Do të thotë që ke qenë arketip ndryshe, ose zakonisht kur merr pushtetin, e ke vure që rreshtohen 30, sa të marrin pushtetin, dalin domethënë. Unë pra në vitin 2013, pasi Partia Demokratike era nga pushteti, Partia Demokratike aso kohë më ofroi departamentin e marrëdhënieve me publikun, gjë të cilën më pas trashëgova deri në vitin 2021, ku soll antari i kryesisë së Partisë Demokratike. Është një fushë që fillimisht e mendoja si bunker, por që është një fushë ku secili mund të jap një kontribut përtej profesionit të tij. Atëherë, Pashk, ti ke qenë drejtues i Partisë Demokratike në një moment, edhe është quajtur si koha e ardhmë, domethënë, e kësaj force politike në zonën e Lezhës. Nuk e di, është një percepcion imi apo atyre që më kanë thënë. Unë kam qenë drejtues i Partisë Demokratike këtu në Lezhë në vitet 2008-2013 dhe realisht statistikat tregojnë që Partia Demokratike pas kulmin e vet në zgjedhjet 2009 dhe 2011, kulmin e vet për gjithë vitet e demokracisë. Bëhet fjalë që qyteti i Lezhës historikisht është dominuar nga Majta si qytet. Dhe trendi i votave ka qenë 700-800 vota gjithë një mangut Partia Demokratike me Partinë
socialiste. Nërsa në vitin 2009 dhe në vitin 2011, Partia Demokratike ka qenë mbi Partinë Socialiste. Unë për koincidencë, nuk e dija që do të bëj kjo pyetje, unë kam marrë edhe grafikun e analizës në mënyrë tabelare të asaj periudhe. Koalicioni djathtë ka pas 4.526 vota. Koalicioni majt ka pas 3.914 vota. Pra i bie rreth 600 vota i djatha me të majtën mbi të majtën në qytetin e Lezhës. Afër koalicionit të djathtë, që ishin partitë e vogla, kanë marrë 340 vota, afër koalicionit të majt ka pas 560 vota, që nuk kanë qenë përfshirë në koalicion. Këtu po të shikojmë bashkë me LSI-n, PD-ja kalonte në mazharancë të dukshme të theksuar ndaj PS-s. Nërsa me votat e LSI-s, pavarësisht 231 vota kishte LSI-ja, me votat e LSI-s ne arrinim të ishim dukshëm mbi të majtën mbi Partinë Socialiste. Dhe unë kujtoj vetë me nostalgji atë periudhë, ka qenë një periudhë ku kemi drejtuar si idealist. Kemi mbledh dhe pjesën më elitë të Lezhës në frymën të drejtuesve të Partisë Demokratike. Kanë qenë mjek, zot të famshëm të Lezhës, ekonomistë të famshëm të Lezhës, agronom, inxhiniera, njerëz shumë kredibël në komunitet, në profesorët e tyre, edhe të nivelet më poshtë sa të arsimit të lartë, të specialistëve. Kemi bën një organizim duke shu luftën e brendshme në Partitë Demokratike. Duke shu, është shumë e lehtë kjo fjalë duke shu, po është shumë e vështirë me shu. Lufta brendshme, shurja në kuptimin e bryllave që kishte, sepse diversitet do të ketë. Edhe kundërshtari penetron në një grupim politik, me kriju përçarje, me kriju shpifje që ky po punon kundër, ai po punon kundër, ky po shet, ky po blen, në mënyrë që me kriju pa besueshmëri brenda grupit. Atëherë nuk ekzistonte kjo që unë po e quaj pakashpër. Dyftyrësia. Të gjitha absolutisht ekzistonte. Ekzistonte dhe atëherë? Absolutisht po. Dhe unë kisha informacione të sigurta që filani po punon në qytet për Partinë Demokratike, do punon në Balldre, për Partinë Socialiste. Je nga Balldreni aty, Kjo është nga Torovica. Nga Torovica, atje ke pjesa e tij. Po ishte nga qyteti, po në vendin e tij, po. Dhe kishte marrë informacione shumë i sigurt. Unë po të bija prej informacionit, do godisja personin fjalë, por në takimin që bëja, thoja, shiko, kemi njerëz këtu, që këtu vinë krah nesh dhe po punojnë Partinë Demokratike, por kam informacion të sigurt që në Balldre dikush ka punuar për Partinë Socialiste. Pa i përmend emrin. Kjo ishte mjaftueshëm që ai të tërhiqej. Kishte të tjerë që punonin për Partinë Socialiste, si të pakënaqur nga zgjedhjet e PD-s. Unë nuk as edhe një herë me taktikën time elektorale, as edhe një herë ata nuk i çuita kundërshtar dhe armiq. Gjithnjë i ftova, deri në ditën e fundit i ftova që të banë pjesë e jona. Dhe ndodhi që në shumicën e rasteve 90% e tyre që ata tanet ishin, dhe PD-s ishin, 90% e tyre u kthyn dhe punon për ne. Rujtja e kësaj fryme, bashkëpunimi, mos ndëshkimi i gabimeve tek bashkëpunëtorët, por edukimi i tyre, arriti që ne të krijojmë një frymë të përbashkët, një kolektiv që edhe shtetin, duket fjalë e madhe, po edhe shtetin pa hezitim do të drejtojë ata potencial që kishim ne. Arritim që të fitonim zgjedhjet. Fituam herën e parë, hera e dytë ishte shumë më e vështirë.
ishte 2011 kur kishëm Viktor Tushën që vinte nga kandidati i Partisë Socialiste, ishëm përballë 4 vite përpara me të, ishëm pas kundërshtar, vjen të kandidoj në siglin e Partisë Demokratike 4 vjet mbrapa. Gjëra interesante kanë ndodhur, ka përsimet e Ylberit. Kjo është Interesant politikë. kjo ka qenë për mos të thënë hipokrizia më e madhe e politikës së këtyre 35 vite. Kemi respekt për Viktorin, për punët e tij, për Jo flasim për si, por që të vije nga Partia Socialiste kandidat, ne kundërshtarët e tij duke punuar 4 vite më parë kundër tij për të fituar kandidatin jonë. Do të vitë kandidoj në siklin tonë 4 vite mbrapa, në siklin tonë sigurisht në LSI-s, jo në SPD-s, dhe ta pranojmë, dhe ta mbështesim dhe ta bëjmë edhe fitues. Okej. Kjo ishte si më thënë, është forcë madhore kjo që të tregosh një rrëzim i fuqishëm që të mërrish të fitoj një kandidat i tillë. Po. Një kandidat kundërshtar i jotit që të bash të tanin herën tjetër dhe të nxjerrësh ta bash kryetar tanin, duke mos pas edhe besueshmëri që do të ishte Joni. Po. Realisht s'kishte besueshmëri dhe realisht nuk u bë Joni. Le ta dëgjoj Viktori dhe ta dëgjojnë të gjithë. Viktori ka dështuar në zgjedhjet e pasardhëse se kandidoi prapaj kundër për Partisë Socialiste mandatin tjetër. Nga PD-ja kaloi tek PS-ja dhe përballë ishte në frogën e PD-s. Viktori normalisht po të kishte qenë bashkëpunëtor i mirë dhe mirënjohës, çfarë dha PD-ja atij, do të kishte mund të frogën. Por ne na është bani. Asnjë nga këta intelektualë, nga këto potenciale nuk u integru në administratën e Viktor Tushës. Nuk do ta ngarkoj vetëm Viktorin me faj. Absolutisht ishin drejtuesit e Partisë Demokratike me emër Edi Paloka, që bante ligjin sipas organizimit që kishte Partia Demokratike. Kështu ka organizimin PD-ja, drejtuesi politik ban ligjin në qark. Nuk mori as edhe një nga njerëzit tanë që ishin demokrat nga këta intelektualë, që unë edhe sot e kësaj dite ju kërkoj ndjes që erdhën me mua bëm PD-n fituese dhe nuk u shpërblyn asnjëri prej tyre për punën e bame. Por u futën disa që sipas fjalëve të Miletit, unë i besoj që janë krejt vërteta, paguan në dorë për me shku këtu apo aty në pozicione dhe nuk kishin lidhje me fushatën e Partisë Demokratike. Ky ishte po nxjerrë si element çfarë edhe ka dobësu Partia Demokratike. Okej, të kalojmë te Altini. Shiko, Altin ti ke hyrë i ri. Normal ti ke hyrë për një kauz, për një frym. Se çfarë përfaqëson kjo parti politike, kush domthon ke qenë i vetë bindur me kështu. Edhe ato që na shpjegoi Pashku pak janë pak a shumë a ke kuptuar që do të ketë çorëditje të tillë politike po e quajmë kështu. Është çorëditje shumë e madhe, ha. Dhe kjo ka ndodhur. A këto janë simptomat e smundjes që ka kaluar pasaj dhe më vonë kemi disa gjëra shumë të thella në Partisë Demokratike. Ti e ke menduar dhe si ke zgjedhur shtratin tënd për të mes tyre po i çuj pak dhe bryla. Pra një drejtues politik, një deputet, apo ai që mban një funksion brenda Partisë Demokratike në mënyrë absolute në vendimarrjen e tij nuk duhet të ndikohet as pak deri në momentin që ai ta vërtetoj. A është vështirë? Është vështirë, janë përplasje interesash, përplasje miq. Megjithatë, një drejtues i Partisë Demokratike nuk duhet fare të ndikohet në mënyrë që të bëjë një zgjedhje të drejtë. Të rinj brenda Partisë Demokratike nuk është se kanë gjetur hapësirën e duhur lehtë. Në mënyrë më absolute, edhe për shkak të atyre të lidhjeve të mëparshme. Ekziston një marrëdhënie shoqërore. Megjithatë, në një shoqëri opozita, dhe në këtë rast Partia Demokratike është aq e rëndësishme sa vetë pushteti. Do ishte një shtet i pa emancipuar, një shoqëri e pa emancipuar nëse nuk do të ekzistonte opozita. Ke qenë i kënaqur gjatë gjithë kohës, pra ti ke hyrë rreth vitit 2013. Zyrtarisht në 2013. 2013, dhe jemi 13 vite. Në rrugën që ka bërë,
Ti ke pas, me çfarë kam pa unë, të kam ndjek, ke pas një korrektesë absolute do, në gjithë atë vijen lineare për të ndjek të forcë politike. Edhe sot nuk je se ke kaluar në një fraksion tjetër, ke vazhduar domethënë këtë gjë, por unë ti në këtë që ka ndodhur, a ke qenë i kënaqur, a kishe menduar që do të ndodhi kështu, a do të ishte ndryshe? Me radhë, kur bën një bilans të gjithë shkaje kështu. Altini që në fund ke një background të pasur edhe si gazetar, edhe pedagog që je në Shkodër për gazarinë, domethënë që i njeh gjërat pak më thellë. E më kështu. Normal thu me veti nuk ja ka vlet apo ja ka vlet. Çfarë ke thonë? Gjatë gjithë këtyre viteve. Unë asnjëherë nuk jam penduar që hyra në Partinë Demokratike. Dhe askush nuk më ndal dot më mëzor në Partinë Demokratike. I kam pësuar një kauzë të cilës i kam shërbyer në maksimumin tim. Dhe do të vazhdoj t'i besoj. A ka bërë gabime opozita? Po duash. Gabimi në gjykimin tim fatal i Partisë Demokratike ka qenë bojkotimi i zgjedhjeve të vitit 2019. Askush nuk mund ta merrte Bashkinë e Lezhës nëse ish kryetari i Partisë Demokratike Basha apo dhe kryesia apo vendimarrja politike bëri atë gabim fatal ku nuk mori pjesë në zgjedhje. Dalja nga pushteti vendor i gjithë demokratëve, qoftë nga le të themi piknisja dhe kryetari i fshatit, ka krijuar një kosto shumë të madhe për Partinë Demokratike. Po ashtu edhe bojkotimi i reformës territoriale të mëparshme i krijoi një kosto të madhe Partisë Demokratike. Madje edhe në kushtet e sotme Partia Demokratike ka me qindra element që duhet të i përmirësoj. Ka një gjë, sepse do pyes Pashkun pastaj, sepse unë e di që Pashkun e kam ndjek dhe mase mund të ketë pak një mendim ndryshe ose nganjëherë mund më zhduk sikur është bërë pjesë, por në fakt ka një gjithmonë distancë, më shumë ka bërë analizën se sa të jetë përgojent në pjesëmarrje politike, por kemi parasysh një gjë që edhe pse Basha pati gjose për 38.000 vota nuk doli kryeministër është. Dhe ne duke qenë si një popull gjithmonë shkojmë me pushtetin. Dhe atëherë jemi edhe forcën tonë e tregojmë si forcë politike kur jemi me pushtetin se normal po të kishte dalë kryeministra do kishin ndodhur gjëra sot me Partinë Demokratike? Absolutisht jo. Jo, pra kjo është e sigurt. Absolutisht jo. Ashtu. Por desha të pyes tani Pashkun me këtë. Pash domethënë veprimet e Bashës. Unë të kam vurë, nuk e di pse kam pas një mendim që je më atë frym. A je realisht më atë frym? Që kur se ka dalë, po ke majtë qëndrim më shumë. Jo. Atëherë kam tani se tek ajo e Altinit pak për profesor Markun që më vjen shumë mirë që ja ka bën këtë pyetje zotit Mark, që ju arat prej atyre që sajonin, shpifnin, intrigonin. Dhe po më vjen keq që Marku se pasa kuptua dhe sot e kësaj dite që ai u mor peng. E ka mbyll fushatën, i marrën peng, i krisht nga ata që futin frymën e përçarjes marrën e PD-s. Dhe ashtu iku edhe fati i tij nga ecuria e tij politike, ashtu iku, për atë rrjedhoi, ashtu iku. I kapun peng në mënyrë paditur dhe po vjen keq që ai nuk e pasa kuptuar dhe sot e kësaj dite se pasa kuptuar që ai ka gabu shumë. Ne arritëm u keq kuptova. Ne po flisim për brenda strukturave të Partisë Demokratike dhe nuk besoj që një profesor nuk mendoj që një profesor merret peng. Atëherë nuk është marrë peng fizikisht. Në kuptimin e është marrë peng metodisht. Në metodiste. Ata që mësu ta marrin peng PD-n për ta përdorur për interesat tyne, duke shpif dhe intrigu brenda pjesëve tjera të PD-s, aktive të PD-s, ndoshta ndaj atyre që ishin më idealist, ata e kapën peng dhe ai se ka kuptuar, vjen keq që sa kuptuar dhe sot e kësaj dite. Dhe PD-ja në Lezhë vazhdon të vuajë edhe sot e kësaj dite nga kjo lloj fryme.
mbajni mend, ky është perceptimi imi, unë kam shembull konkret, nuk merrem sepse po të hysh ma gjatë do të merresh me emra individesh të caktuar. Është ngjarje shumë e rëndë që PD-ja po nuk arriti më u korrigju në këtë pikë, kur nuk ka përqenë me kohezion të brendshëm për fitu zgjedhjet. Shembulli më i rëndë është shembulli i fundit, PD-ja vërtet mori 4 deputet. Por në Lezhë ka humbë keq. Ka një arsye të inxhinier. I lejmë arsye. Ka arsye shumë të inxhinier. Një gjë. Përçarja e Partisë Demokratike dhe gjithë ato konflikte sonë. Kalojmë edhe tek përçarja se ke lidhë me pyetjen e Gjergjit pastaj. Lidhë me pyetjen e banë Gjergjit. Shiko, unë e nisa atë bisedën time me ju, e nisa me të frymën e krijimit të kohezionit brenda partisë. Kur shkel në rregullat e lojës, kohezioni u prish. Kur futet përçarja grupi interesash caktuar kundër grupeve të brenda llojit dhe nuk shohen, kjo e prish kohezionin. Duke prish kohezionin, ti ke humbur frymën e fituar zgjedhjet. Nuk mund ta fitosh zgjedhjet. Në këtë sistem elektoral, e majta dhe e djatha janë kush luan me pjesën gri. Kush merr pjesën gri, fiton zgjedhjet. Është vetë sistemi i tillë. Ti po u damtove në familjen tënde, në partinë tënde, po damtove, nuk pa dhe kohezion, s'ke asnjë shans me fitu. Nuk fiton Edi Rama se vjedh zgjedhjet. Është një arsye që ka të vërteta, s'ka të vërteta, ka rritje të akuzës, por ne do shohim shtëpinë tonë. Shtëpia jonë është pa kohezion brendshëm. Mënyra, për shumë vetëm thotë që ka qenë me Lulzim Bashën. Jo më vëlla. S'kam qenë kurrë me Lulzim Bashën. Nuk kem kurrë me gabimet e Lulzim Bashës. Por nuk mund të bëjmë mashallah gabimeve të Sali Berishës për hadër se ky është lideri jem 35 vjeçar, e të anarkoj Lulzim Bashës e u zgjidh puna. Dhe po them po ta di që zgjidhet puna, s'kisha marrë kur qëndrim kritik. Kur s'kisha marrë qëndrim kritik. Do ishte bashkumi këtë kohë të anarkoj gjitha fajet Lulzim Bashës. Nuk merr partia ashtu. Ka një Mataran sa 8 janari. Në një anë blindohet Selia, në anën tjetër shkohet atje me dashë, me çekiçe, me varreje, me molotove, për me marrë Selin. Kjo është ngjarje në vendet dhe popull, nuk është ngjarje në Shqipërinë mes Europës. Dhe po nuk ka përcy kjo, ose ka përcy kjo është pika e parë që të ka përcy, ndoshta me ndjesi publike, ku diun si mund të jetë formula, ndoshta me kjo klasë drejtuesësh të Partisë Demokratike gjithë me hap rrugën Trive, shpresoj Altini e këtej. Ndoshta atëherë mund që të rikthehemi në një parti të qëndrueshme e besueshme për me fituar zgjedhjet. Shiko pash, ka një gjë, okay, ke shumë, po mbase e kam edhe për Altinin këtë pyetje, po shiko Berisha në momentin kur ka ndodhur kjo çarja e madhe, është pikërisht momenti kur si thush ishte për të mos e pranuar në grupin e deputetëve të Partisë Demokratike për shkak të një lloji gjeopolitike. Ishte një gjeopolitik tjetër, po them se ka ndikuar në këtë rast, jemi qartë. Dhe gjeopolitika ka të bëjë me faktorin kryesor që intereson Shqipërisë dhe çdo forcë politike amerikan. Pra, nëse do ishte situata me Trump, po të ishte Trump, a do kishte ndodhur ajo fjala vjen tani? Do kishte ndodhur kjo me Berishën që ti thuaj, shiko ti nuk do të jesh me grupin e deputetëve për te, prandaj liro krahë të tjerë. Shiko. Nuk e di, kjo është një analizë, unë si diletant i politikës, por e gjykoj kështu tani. Shiko, ne kemi një gjuhë dhe jemi sovran. Në frymën e sovranitetit, grupimi foltorë së Berishës ka grumulluar njerëz rreth vetes,
me ba një shumicë për marrë Partitë Demokratike. Dhe militant e egzaltum më rritën që thoshën Amerika, jo Amerika. Vetëm për faktin që Shqipëria është sot shtet, që ne flasim Shqip sot prej Amerikës, prej Wilsonit, presidentit ndërru Wilson, edhe si kur ta kishte gabim Amerika, që Sali Berisha mos hynte në listat e Partisë Demokratike, ne do të respektojmë vendimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai ishte ndërhyrje Sorose, ai ishte ndërhyrje politika majt, atë këto janë dytësore. Për faktin e miqësisë, aleatit ton historik dhe fati madh që e kemi, se mos ta kemi tu flitet slavisht, rusisht. E qartë, po... Edhe për këtë fakt, s'do ta përmend fjalën sovranitet përballë Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mirë, okay, ajo pjesë... Në kanë vështrimin tim, kjo ka qenë pikë tjetër që mu më ndante me politikën e Zotit Berisha. Po, ka ndiku ke ti dhe për shumë tjetër. Dhe, mirë, jam dakord. Është duk sikur unë jam me Luzin Bashkë. Jo, që ta marrim i një analizë faktikisht më gjatë pa emocionalitet. Ta mërej. Basha është urdhëru, pakën çka kemi pa në televizor dhe çfarë dim nga bisedat, është urdhëruar që mos me fut në listë Sali Berishën për deputet. Po. Basha nuk e ka pranuar këtë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sigurisht u prish në rregull e lojës, ato çështja e koalicioneve, çfarë ndodhi aty. Marrë në fushat sa kishte fillu fushata zgjedhore, dhe ngeli për 38.000 vota Basha baba kryeministër. Pra është një mekanizëm që amerikanët ndërtuan që Bashën nuk do ta bëjmë kryeministër sepse Basha do të menet në mbikëqyrjen e Sali Berishës dhe Ilir Metës. Dhe ata sigurisht që politika e tyre nuk ka dashur Berishën dhe Metën që të jenë në hije drejtuesit për zgjedhjes e kryeministit të arshëm të Shqipërisë. Dhe nuk është bërë kryeministër vetëm nga politika amerikane, Basha. Jo se Basha ishte i papranueshëm për ata, por sepse Basha nuk guxoi që ta linte jashtë listave Sali Berishën. Dhe se Berisha nuk pranoi dilte jashtë listave. Çfarë demokratë çfarë do kishin sot? Do ishin pushtet nëse Berisha do pranonte dilte jashtë listave. S'do merresh kush me te, do shërbete pleqërisë ti dhe jetës së tij. Thuhet jo po do ishte një fat i keq deklaruar nëse do bëj Basha kryeministër. Pa deklaruar publikisht Berisha. Nëse do ishte fat i keq, 4 vjet do ishte fat i keq. Shqiptarët e kanë mençurinë e tyre, do i bini vizë Bashës do zgjidhin dikë tjetër. Çfarë fat i keq? Me u pushtuar Shqipëria nuk pushtohesh nga se bëhet kryeministër Basha. Do kishte ecuri ekonomike, do kishte blokazh, që nuk justifikohet edhe fjala blokazh se amerikanët donin Bashën kryeministër. Europa donte Bashën kryeministër. Pra s'kishte ndonjë sankcion qeverisja e arshme me Bashën kryeministër. Ishte zgjedhja personale e Sali Berishës që ne populli thjesht që ne gjojnë për tavolina na ban të besojmë ato që thuhet sepse nuk i dim që Berisha dhe Rama janë bashkë në politikat e tyre për të ruajtur interesat e tyre, të familjes tyre dhe të oligarkisë që ata kanë ndërtuar. Kjo nuk e di, ngaherë mu... Kjo çarkullon jo, ngaherë kjo rëndom nëpër njerëz. Jo, dakor, po më duket si legjendë urbane, si po çarkullon nëpër njerëz. Na ban me besu, edhe këtë thash. Legjendë urbane që na ban me besu. Po po, duhet të dëgjoj tani mendimin e Altinit në gjithë lloj analizë që bani Pashku. Absolutisht ndaj këtë mendim tjetër. Po. Kryeministrin e vendit nuk e cakton dot as Amerika, as Evropa, pavarësisht ndikimit që mund të kenë. Janë vetë populli shqiptar që zgjedh. Dhe jam fare dakord me pjesën që tha që Rama si ka vjedh zgjedhjet, jeni të bindur që Rama i ka vjedh zgjedhjet. Nuk thash se si ka vjedhur. Nuk e merr si gjë theksore. Nuk thash, ekzistojnë të gjitha thash, edhe mund të ketë marrë, mund të ketë blej, mund të ketë bezit, por ne kemi shtëpinë tonë thash. Që se ketë në rregull. Ndjesën që e shkuptova unë, por statuti i Partisë Demokratike thotë qartë.
Kryetari i Partisë Demokratike zgjedhet nga anëtarët e Partisë Demokratike sipas parimit një anëtar një votë. Dhe një ndër ndërhyrjet më të ashpra të politikës amerikane në Shqipëri dhe konkretisht në opozitë ishte ish ambasadorja Yuri Kim, e cilën koha tregoi që edhe vetë Departamenti Amerikan i Shtetit e nxorri nga pjesa ku ishte e përhershme në kuptimin e ambasadores. Ndaj, ndërhyrja e saj në mënyrë më absolute krijoi një kosto të madhe në publik, në perceptimin publik po dhe në fundit edhe në verdiktin e sopranit. Ne do të hymë në një pjesë tjetër që kam dëshirë të flasim për Lezhën. Flasim për Lezhën edhe të marrim dy momente. Do doja ta analizonim të, qoftë për Berishën Lezhë, por qoftë edhe për Ervin Saljanin. Kam një gjë Altin, është interesant me Berishën. Para se vim te kjo pastaj pjesë e dytë, po është interesant, do mërë në të vete. Do kjo ka ndodhur që 91-92 që vjen. Do me liberal demokratët. Do dhe ka, nuk e di, ai ka qef mrena vetes për të luftuar fraksionet, sepse kështu i ka ndodhur. Dhe i vetëm një moment, pakën sa e kam ndjekur dhe si gazetar, ka një moment kur analiza e tij e kalon atë të brendshëm nga herë i natën e malsorit. Dhe unë besoj që është 2005. 2005, madje, po thuaj se takimi i parë është bërë këtu në Lezhë, ka qenë një promovim i librit të Prezove, që e kam ndjek me shumë kujdes atëherë, dhe mblodhi, si thush, një elitë intelektualisht të ri. Dhe kjo funksionoi, sepse pas 97 nuk ishte lehtë të vinte sërish Berisha. Kopi, pra funksionoi. Por edhe tani i ndodh me Bashën, i ndodh me Ervin Saljanin, i ndodh me tjetër, pra mbrojnë kësaj, është faktori Berish apo është një faktor tjetër? Tani po them diçka krejt personale. Kur Ervin Saljani ka kandiduar përballë Belin Kolliçit, unë që jam këtu bashkë me miqtjerë, kam votuar Ervin Saljani. Për kryetar FRPD-je që aso kohë fitoi Belin Kolliçi. Po të analizojmë pak më kështu këtë pastaj. Në momentin që të kthehemi Saljanit sot. Ma bëj pak analizën më të zgjeruar. Saljanit sot. Jo, sot se do flasim pastaj, po ma bëj pak më zgjeruar. E pyetje që kam vënë direkt on, domethënë, është i ndodhin Berishës për syrin e keq apo çai ndodhin këto, që i ndodhin vazhdimisht fraksione brenda partisë vet. Unë mendoj që çdo parti e cila nuk pranon mendime ndryshe, fraksione ndryshme, po bën një gabim. Por edhe fraksioni ka një kufi. Pra nëse ne jemi në një tyrezë dhe fraksioni jon e prish tyrezën, në mënyrë absolute s'është më fraksion. Ka shumë mundësi që tyreza jon të çoroditet edhe më shumë. Megjithatë, koha ka treguar që Berisha mbetet lider. Po, lider është, por më loajal me forcat tjera që mase nuk kanë në antar partia, shumë më ashtu, dhe u jep hapësirë. Mbrojnë për shembull se ne kemi me Gramos Pashkën, kemi me Neritan Cekën, me Preqin, me ju tani që po i kujtoj atë liberal demokrat. Ishte një ndarje shumë e madhe. Edhe më vonë pra në ndarje tjerë. Edhe Basha në fund ishte një përzgjedhje e Berishës për të ardhmen. Dhe nuk ishte një gjendje e keqe në këtë rast. Por këtu thash edhe herë, është problemi Berishës brenda forcës politike që po e ndikon dhe sot e kësaj dite. Domethënë këtë lloj arketipi në drejtimin politik të një lideri politik të fortë, por sa shka kauzën dhe vizionin e tjerë, ka dhe këto gjëra tjera që mund t'i çojnë çdime. Nuk e di, unë thash analizat e mia si gazetar. Megjithatë, një lider që zgabon nuk ekziston. Po të marrim situatën aktuale që ja kam qenë kundër primarëve në mënyrë se u bën primaret dhe kundër sistemit të listave mbyllura. Që janë dy gabime, po le të themi aktuale. Në parim primarët janë shumë të domosdoshme. Ama duhen gjetë mekanizma të cilat primarët i bëjnë të ndershme. Dhe nëse ne flasim për primare, rezultati final duhet të zbatohet. Koha tregoi që në zgjedhjet e shkuara nuk e patëm le të themi të vendimarrje të drejtë, pavarësisht që uroj që zgjedhjet e ardhshme të ketë një përmirësim. Jo se më vjen mirë sepse unë thash nuk kam sentimente fare për këtë gjë dhe jam gjatë thot, por realisht gjithmonë e kam thënë. Mase këtu ka ndikuar parimi i besmadjes malsorit,
sa një kauze e cila do shkon me gjithë frymën e informacionit politik. Nuk besoj që Berisha është kauza. Personalisht ky është mendimi. Okej, unë e kam pa pak më ndryshe. Mirë, do të rikthehemi në pjesën e dytë, të flasim për lezhën, do sillim 2 kronika, pastaj S'ma drejtove Musalianin hiç. ja pra atë do shkojmë aty, sepse të kam lexuar pashk. Kam lexuar domethënë se si e ke prit e përcjell, domethënë në mënyrën e shkruajt, pastaj gjëra të tjera do t'i pyes pak më nimësi. Rikthehemi këtu në kuvent me Pashknozin dhe Altin Memen, po flasim për politikë sot. Mirë, erdhëm sërish këtu në studion e në kuvent, në Akropolis TV. Jemi në emisionin politik, kësaj radhe, me Pashknozin, mikun tim dhe Altinin, edhe po flisim pak a shumë për atë makropolitikën që lidhet me Tiranën, e çuam deri në Amerikë, më radh tani thash të kthehemi kështu, me kam në tokën tonë këtu në Lezhë. Dhe është diçka interesante domethënë. Lezhë gjithmonë nuk e di, është si lloj nukli, shpeshherë në politikë, domethënë, përcakton disa herë amplituda edhe në politikën shqiptare. Edhe mbrana një kohë të shkurtër kemi 2 takime. Atje një është e Berishës, ishte në përvjetorin më duket? Absolutisht po. Në përvjetorin e DGSO. Partisë Demokratike. Çfarë bëri? Bëri foltorën do çfarë bëri? Bëri një Apo një mix? Bëri një, le të themi, një takim demokratësh dhe një falënderimi për gjithë kontributorët e Partisë Demokratike në 35 vite. Ku pavarësisht rrymave, lëvizjeve të tjerë, falënderimi shkonte për secilin. Normalisht në shkova tek Berisha, aty kisha ftesën. Kishte ftuar asnjërin për ti. Jo, cilin asnjërin. Të tjerë, ata themelusit, si ishin themelusit. Tani kjo Themelusit kanë dezertuar, zoti kur dezerton. nuk kanë ftuar, nuk janë ftuar. Mund të ketë ndonjë të pakënaqur për momentin, për me bindur që ata të pakënaqur nuk votojnë parti tjetër veç Partisë Demokratike. Për në pashku, se që një ftu? A ke qenë i ftu pashk? Ka mundësi që mas ta ketë ndjekur Facebookun në rastin më të keq. Në rastin më të keq. Në rastin më të keq. Jo, e kam ndjek Facebookun, pjesën publike absolutisht e kam pa, por unë nuk i përkas ftesës publike. Jam themelues i Partisë Demokratike, jam pak më herët se themelimi, jam me grupin organizator të viteve 88, 89, të qytetit studenti, që kemi çu protestat gati për grupimin e dhjetorit çfarë ndodhi kur ne marrëm studim dhe erdhëm në Lezhë. Por mos më thanë që në një moment kam qenë kryetari i këtij grupi. Ka ndodhur ngjarje në kohën time, ka ndodhur ngjarje e protestës së vajzave të arteve, ngjarje që është edhe uji i fshesës, uji i kovës pastrimit Lenga Çukës, ngjarjes që fakulteti i gjeologji minierave është çuar në protestë dhe i përballës me Xhemal Demylin dhe Xhemal Xhonin dhe Xhelil Xhonin që do shkojmë në sheshin Skënderbej, nëse nuk na siguron takim me Armizalin. Dhe e fundi ka qenë provojeni. Ata dhjetorit që në marrë studim dhe erdhën këtej, u shpërballën si grup. Ata dhjetorit që erdhën mrapa ishin këshilltarët tonë ku po i çonin familjet. Mirë, okay, që tu fillon e zeza e Partisë Demokratike. Ku fillon? Pikërisht këtu. Pse? Erdhi ai dhjetori 90 që bani, studentët ishin ata. Populli u çu në kam në mbështetje studentëve, populli thjesht. Po. Për me përmys sistemin. Po. Këta dhjetori 90 kur nuk u bën dhjetori 90. Asnjëherë. Beslim Ahmetaj, kryetari i grupimit dhjetori 90, i ka dhënë deri shef kuadri një pozicion atje, por grupimi dhjetori 90 ka qenë inekzistent thjesht fasadë e kryetarit të Partisë Demokratike. Po ky grupimi dhjetori 90 që ne stafeta grupit ton para nesh, ishte ajo që ne kishim përgatitur dhjetori 90,
Si more nuk një herë as në ftesën e përvjetorit nuk e kanë thirrë një prej gjithë atyre organizatorëve e kontribuesve që përgatin shemën e diktaturës. Një herë nuk u konsideru, filloi historia e Partisë Demokratike me historinë e Nishit. Historia e Nishit, Berisha u bë Nishi. A mund të rrezohet Berisha të dalim këtu te kjo pjesa? Tu më dilë këtu. A mund të rrezohet Berisha? Si mund të rrezohet Berisha që në 90-ën ka ngrit në Partitë Demokratike, është ngrit me firmën e tij. Morë me biznese, morë me drejtora, ministra, zëvendës ministra, me qeverisje komplet, është ngrit me dorën e tij. Ushtria, shërbimi informativ, policia, është ngrit me dorën e tij. Kush mund dalë një tjetër, një Saljan, apo një Lulzim Bash, apo një Bamir Top, apo një Jozefin, apo një Genspol, se po e marrë gjithë me radhë, apo një Kalakul, që të mposhin këtë që këta njerëz kanë qenë të gjithë janë emëruar dhe janë vënë me dorën e tij në pozicionet ku kanë drejtuar kanë qenë. Okej, trim tu, do të ti nuk je ftuar sepse është fryma. Do të këta me të ftuar do të ftonte për shembull këto, deka këtu apo? Si rregull deka këtu po. Edhe deputetët. Po. Se jo. Po, Po këtu është punë se kanë pas frikë frymën e Berishës apo ç'a ka kështu? E kam pyetjet përbashkët, domethënë ka i frymë kush shiko. A e nuhasin, domethënë e nuhasin i studiojnë për shembull, shiko, ky është nuk është dakord me frymën e Berishës, mos aftojmë. Unë nuk e besoj fare këtë. Po. Miku im Pashëndosi ka mbajtur postë drejtuese brenda PD-s, ka pasur postë drejtuese edhe në institucionet e Lezhës dhe besoj që vendi i tij është i pazëvendësueshëm. Në disa raste mund të ketë drejt që nuk i ardh një mesazh, por i vetëdijshëm që vendi i tij është aty. Është aty. Ta ndjekim pak atë e ke pati as e ke pa. Takimin e Berishës që ka bën. Ku e boni para sa ditë që bën? E kam pa patjetër. E ke pa, okej, ta shohim pak. Lëvizjet brenda partisë tani Ndjeku. Ndaj të thash që voton gjithmonë PD-n, pavarësisht ndërmbetjeve të çastit. Normal se e thot për votën do e pyesëm në kujt do japish sa rradhe. Po ta ndjekim pak Berishën këtu në Lezhë. Në vitet 90, ne njerëz që në tërësi nuk kishim asnjë djeni se çfarë është rendi demokratik, por që lirin e kishim aspirat të brendshme shpirtërore, po jo diçka të përjetuar, sistemin dhe vlerat e demokracisë e kishim tërësisht të panjohur, ne me guxim përmbysëm rendin dhe ndërtuam sistemin e idealeve dhe aspiratave tona. Shqipërinë e lirë, qytetarëve të lirë dhe dinjitoz, lirisë së besimit, lirisë së fjalës, lirisë së pronës, iniciativës lirë, Shqipërisë së hapur ndaj miqve dhe e rrjedhtuar në anën e drejtë të historisë, Shqipërisë së vokacionit perëndimor, integrimit të saj në institucionet euroatlantike. Pra, njerëz të cilët pa asnjë lloj praktike siç ishim ne, realizuam gjëra shumë të mëdha. Justifikuam plotësisht atë përpjekje të madhe që u bën nga shqiptarët dhe si Parti Demokratike. Me programin ton krijuam ekonominë e tregut. Me programin ton krijuam institucionet e demokracisë. Siç është e pashmangshme, ne bëm dhe gabimet tona, dolem në opozitë. Pashk, i s'ke qenë, realisht do kishe pas dëshirë me qenë.
Pa do kishin nejtë deri në fund për shembull? Se do kishin gjuhë liderin Berishën deri në fund? Sepse shiko, ka i gjë. Realisht ka një analizë se ka bënë një herë tjetër. Me pranu fjala vjen ka pranu domin e madh nga firmat piramidale, etj. Por thot një gjë që është shumë e rëndësishme. U ngritim si e nisi nga hiri. Si e shef të gjatë dhe pikërisht dhe bën lesh. Ajo që më intereson, mu dhe intereson demokratëve të Lezhës, në këto momente është fryma që përcillet që Partia Demokratike bate madhe, Partia Demokratike të batë realisht konkurruese difuz frikën pushtetit për marrë në pushtet. Një parti nuk mund të bate madhe kur lideri vjen edhe vazhdon betejën e brendshme kundër atij që ka hub krejt. Kundër Lulzim Bashë s'dihet ku është. Humbi zgjedhjet, ka mbyll telefoni, ka mbyll mediat edhe ka ikë punë vet. U ngritëm nga Feniksi, nga hiri, Shqipëria shkam graniti, të Proska e Noks. Është për të kap kryt me grushën, nuk na çon kun. Demokratët unë takim tje. Demokratët, patjetër. Se nuk ishin gjuhë dot, a? Patjetër, demokratët e Lulzim Bashës në Lezhë, ata që janë të bindur që Lulzim Bashës është bërë pa drejt, nuk vinë dot tek Partia Demokratike e Foltorës, e Berishës, për arsye filozofike të tyre. Thonë, këta e kanë marrë në mënyrë të pa drejtë. Dhe ky vazhdon të bjerë prap atij që këta mos vinë të PD-ja. Pra të rinë janë boll këta që janë. Nuk i duan edhe këta. Kjo është rezultati i frymës së përcillet, Saliani. Saliani është një fraksion. Mendoj që është një lëvizje për ta shkund PD-n. Okej, ta lëm pak më vonë këtë. Jo, vinë në sintoni. Jo, dakor, po ta lëm pak më vonë. Fryma lideri deklaroi atje, u ngritën nga hiri. Për çfarë ngritën nga hiri? Se Basha u shiti. Jo pra, atë analizove. Saliani ta lëm pak më vonë, sepse duhet t'jap një kronik pastaj për. Mirë, dakor, atëherë kaloj. Se Lezhë gjithmonë, se tash Lezhë si demokrat flet gjuha fizike përballë njerëzve. Po, e qartë. Është shumë rëndësishme gjuha fizike. Njerëzit dëgjojnë, e kanë dëgjuar edhe fjalë atje. Populli thjesht, njerëzit thjesht. Përveç atyre strukturave të Lulzim Bashës në Lezhë. E kanë thënë, ky prapë që nga me betejën e mbrëmshme, s'pasa betejë me Tiranën. Ashtu dhe pjesa gri. Kjo akoma s'pasa fillu betejë me Tiranën. Ky pasa ala punë me Bashën, me bashistat, me në këtë moment i ka dhënë goditje vetes. Dakor. Dhe tregon që është i kënaqur. Po, okay. Në skalionin ku është. Ta pyesim Ta pyesim Aldin, a je dakord Aldin me këtë lloj analize apo faktikisht është një frymëzim, është një retro e nevojshme politike, edhe është një analizë domethënë për të forcuar radhët, për t'ju përgjigjur sidomos tani, për t'ju përgjigjur sepse nesër është protesta të shtunën, është me 24 është protesta atje, domethënë janë gjithë kjo, është Berisha në rrugë e drejtë tani, apo është ndryshe siç thot Pashku? Unë mendoj që suksesi i Partisë Demokratike do të vijë duke bashkuar gjithë demokratët. Oferta për çdo demokrat që ka menduar ndryshe ka qenë gjithmonë për secilin prej tyre. Partia Demokratike ne me miq. Shumë dhe inxhinierë njëfëm për vitesh, edhe ata që kanë qenë me Bashën në kuptimin politik, edhe Berisha ka qenë me Bashën. Edhe Basha ka qenë me Berishën, pra jemi, le të themi, i njëjti grupim, por për një moment ndodhi çfarë ndodhi që jam i bindur që ka krijuar kosta. Por duhet gjithë forcë dhe duhet të kaluar. Në momentin që flasim në strukturat e Partisë Demokratike, janë pjesa dërmuese ish demokratëve në kuptimin përpara konfliktit. Në këtë këndvështrim, nuk mendoj që asnjë demokrat duhet t'i frymë, le të themi, njëtit fyll më parshëm. Do të gjej forcën të ta kaloj edhe ato hatërmbetjet momentit, konflikte me njëri tjetrin,
për ta forcuar Partinë Demokratike. Dhe siç e thatë dhe ju dhe siç e ndoshëm përmes kronikës, Berisha në një farë mënyrë kërkon falje për gabimet që janë bërë. Dhe një burr shteti as bën gabime. Dhe ai që s'pranon gabimet, për mendimin tim prap do marr kosto të tjera. Ndaj jam i bindur që për te hatërmbetjeve të çastit, konflikteve të momentit, Partia Demokratike dhe çdo demokrat do gjej forcën të ngrihet mbi momentin për t'i dhënë Shqipërisë një tjetër mënyrë qeverisje. Ndërkohë tani të shohim i gjë tjetër, shohim takimin në Lezhë, takimin në Lezhë të Ervin Saljanit. Dhe se pasaj ke dalë një konkluzion shumë shpejt aty që e lexova këtij, e kam bindur që Partia Demokratike mund gjatë shpëtoj nëse bëjnë lëvizje përkundër modelit të amenve apo jesmen që po mbajnë PD-n të fundosur si parti. Një arsye më shumë që do të shkojnë këtë takim sot në orën 18 është një SMS gjoja nga dega e PD-s Lezhës, SMS modelit diktaturës komuniste të Partisë Shtet. Edhe ke përcjellë një mesazh dhe ti pash ke shku atje. A ta shohim pak atje? Nuk e di se në cilin radhë ke qenë. Po na kalo pak regjia. Dhe që ti nuk jetë në situatave mia të sikletshme të japin firmat një personi i cili ka qenë kundërshtar. Ne duhet t'i japim merita çdo lloj PD-s ju ka akuzuar se ky takim është organizuar nga Pruntel dhe Ju flet çfarë komente ke? Ju flet frika, ju arsyeja. Këtu janë demokratë, është turpi i madh që ta akuzosh demokratët që duan ndryshim, që i organizon një kryetar bashkie me të cilin unë jam përplasur, kam reaguar fort dhe kam akuzuar për të gjitha zullumet që ka bërë. Takimi organizohet nga demokratë, e pat që ishte takim masiv, e pat që thirrja demokratëve ishte për ndryshim dhe për ta bërë Partinë Demokratike fituese. Kështu që të fokusohemi tek idetë dhe jo tek budalliqet që vinë për shkak të frikës dhe jo të arsyes. Ju thotë që nuk do formoni një parti e tre, por nga ana tjetër Partia Demokratike thotë si një vetëpërjashtuar. Keni koment? Nuk ka vetëpërjashtim Partia Demokratike, nuk njihet si koncept. Unë do të jem Partinë Demokratike dhe do ta ndryshoj Partinë Demokratike deri në fund. Kështu që ju falenderoj. Nuk e di Altina të pëlqeu kronika, atë pëlqeu gjithë rekuizita. Sepse shumë kishte flamujt një lloj si shpërdorën. Pra, do thotë unë kam marrë si Partia Demokratike këtu të Saljani. Ka entuziazëm që në hyrje, ka një lloj regjie, një lloj kështu. E jep frym, pikërisht në Lezhë. Është interesant. Ti e ke quajtur një hiç apo e keni prezent të analizat tuaja atje në Partinë Demokratike? Jemi ndershëm me ju dhe me publikun edhe me demokratët. I bëm edhe një mbledhje kryesie ku kemi miratuar emrat e kandidatëve për kryetar Partisë Demokratike dhe takimin në fjalë as që kemi përmend fare. Unë që jam tu, si antar kryesie, nuk më ka ardhur një mesazh që Saljani kishte takim në Lezhë. Pra, nëse inxhinier Pashku tha që nuk i shkuar një njoftim për Berishën,
mua në këtë rast nuk më ka ardhur nga Saljani. Dhe dua të sqaroj diçka, mesazhi që i është dërguar inxhinierit dhe disa tjerëve, mesazhi që qarkulloi edhe në rrjetet sociale, nuk ka dalë nga zyrat e Partisë Demokratike të Lezhës. Pra është një mesazh i cili delegohet nga qendra e Partisë Demokratike për një takim që në fakt është bojkotuar nga pjesa dërmuese e demokratëve të Lezhës dhe nga pjesa drejtuese po. Do s'kishte demokrat për shembull që kanë, të shkoj të shoh për kuriozitet. Absolutisht, po them pjesë drejtuese Sepse të Partisë nëse do kishte shkuar në Demokratike, një qarë, do ta çush i armik ju pastaj se ka shkuar në absolutisht një jo. Por lëvizja e zotit Saljani mendoj që është e gabuar në kontekstin e politik brenda Partisë Demokratike. Pra, fare mirë zoti Saljani apo kushdo tjetër mund të paraqes kandidaturën e tij brenda strukturës Partisë Demokratike në zgjedhjet që të bëhen së shpejti partinë për kryetar të Partisë Demokratike. Koha ka treguar që askush nuk mund ta marrë Partinë Demokratike përmes lëvizjeve jashtë Partisë Demokratike. Megjithatë, Saljani është kontributor, figurë në kontributën Partinë Demokratike dhe uroj që gjetë një zgjidhje që Partia Demokratike mos ketë më, le të themi, përçarje atërmbetje, po të unifikohet edhe më tej. Tani pyesim Pashkun se nuk e di se në cilën radhë ka qenë. Pash, ku ke qenë? Ke cila radhë ke qenë aty? Unë kam qenë në radhë e sipërme, Po. po thuj se edhe një radhë kam pas ma lartë se unë. Po pse më thanë mua që ke qenë organizator? Po janë aludime, besoj që vetëm organizatori jo, po them edhe një gjë që as nuk kam pas mesazh nga Saljani, as nuk kam biseduar në telefon me Saljanin. Aty kanë qenë një 4 vetë organizator. Një pjesë dallohen kush janë organizatorët, që janë marrë për me kontaktu me njerëzit, për me pronë sallë. Dhe një prej atyre organizatorëve, në emër të Saljanit, ka kontaktu, ka thënë që ne duhem me bën këtë takim, por na duhen të vinë të gjithë strukturët e Partisë Demokratike të dëgjojnë. Ti do të na pëlqeshe që edhe të flisi, të merresh me organizimin e këtij procesi si demokrat i vjetër i Lezhës. Kategorikisht nuk kam pranuar që të merrem as me organizim dhe as me fol aty. Jo sepse isha kundër lëvizjes Saljani, apo modeli Saljani, apo një Saljan tjetër që ndërmerr lëvizje brenda PD-s. Absolutisht i stimuloj të gjitha lëvizjet vetëm mirë i bajnë PD-s. Nëse lëvizim, uji do të bëhet i pishëm, PD-ja do të bëhet e pranueshëm. Nëse rrim në atë guac ku jemi, ne jemi të çelbun, ne nuk më rrim kërkon. Mirë, Ashtë si uji çelbun. Jo, e kuptoj shumë mirë, po çatreje ka sjellë Ajo që ishte kundër organizimit dhe marrjes së fjalës përshëndetëse, unë jam kundër lëvizjes nga lart poshtë. Në sistemet drejtim politik të Enver Hoxhës. Drejton Sali Berisha nga lart poshtë, drejton Edi Rama nga lart poshtë, lideri nifet, tjerët janë miza kali. Populli thjesht unë tjera gjana. Saljani nëse donë që ta rimkëm PD, do të vi një ditë, 2 ditë, 3 ditë në Lezhë, edhe të merret me problemet e Lezhës, me komunitetin. Ndërtot ura atje, kam pas një gazetar më ka dërguar një video, po bat ura Trenit, ura Milotit, dhe po i mushin ata, sigurisht e miliona lekë atje, po i mushin me kështu inerte, i hedhin një fije beton për sipër, po bani diçka që vetëm marr lekë, si pas asaj viti që kam pak është vjedhje e hapur. Pra, një nga problemet. E problemet tjera. Vinte këtu, te ura, te ura Milotit, atje të jep intervistë atje. Vi këtu, është autostrada që të bëhet Milot Lezhë. Kanë përcaktuar me bën mbi rrugën ekzistuese, me hek një rrugë që është komunitare, për me bë autostradë dhe Lezhë ka për shpërthy brish, nuk ka për të qenë zgjidhje për Lezhën, do të zgjidhje për kush kalon Lezhën, jo zgjidhje për Lezhën. Autostrada le të bëhet jashtë rrugëve ekzistuese.
mos përdorin këto. Këtu le të vije, që mbyllën me qindra biznese, që prishet interesi, këtu të vije ta preke. E pastor Buzë të dërinj këtu, dërinj Lesh duket i bukur kur është shef. Kota është 4.9, minus 4.9 kota që duhet bazamenti. Sot ka shku kota të zëra, është mush. Po, kur është 4.9 bazamenti dhe ka mri niveli ujtë 3.8, do përmytet Zojsi, do përmytet Arnjeti, do përmytet Torovica. E qartë, të mos hymë hajde këtu, edhe të tjera, 10 të tjera. Hajde këtu, preki këto probleme, dhe hajde më lidhë demokrat. Dhe pasaj... Nga poshtë, i thuj Berisës ullu për i kaleti. Pasaj thuj për se ti nuk, ti din me nejdatin kultur lartë, dhe nuk të ndjenë për këto poshtë, dhe vetë njërës nga poshtë, e i thonë Berisës ikë, në që të njësë nga poshtë. Po dhe vetë Berisa, nëse do vinë pushtet, se nga lartë poshtë do vinë pushtet, nga lartë poshtë do thotë bajnë marrëveshje me Edi Ramën. A mund lartëshoj Edi Rama pushtetin, ka të që se bajnë marrëveshje, në lartëshoj se njërës se votojnë. Bëhet nga poshtë lartë. Masën poshtë do të aktivizosh, gjesh metoda të aktivizosh, që të ngrihesh, të rëzosh qeverisën, të japësh alternativë, të jesh alternativë ndryshe nga pushteti ekzistues. Se nuk i alternativë ndryshe, s'vjen kur pushtet. Edhe pastaj do thut, do themi si më akuzoi Altini që thashëm për se nuk ka vjedhë Rama. Fillojmë me akuzoj ka vjedhë Rama, po edhe ka pa. Rredimisht do kërkojmë kish mu fal, do themi në i vodhi. Jo më gjejmë mënyrën që me çu popullin. Dhe të qot popullin nga poshtë lart, nuk qot nga lart poshtë. Dhe prandaj unë nuk mora pjesë për të pa Eksaliani. Kush është aty? Atë sallë. A janë strukturët e Partisë Demokratike aty? A janë strukturët e Bashës që shkojnë të Partia Demokratike? Nuk i pash as strukturët kryesore të Partisë Demokratike, as strukturët e Bashës. A kishte demokratët e mrena? Plot. Po demokratë që nuk i ka pyet kur kush për kur i gja. As në seksione. Një gru ishte, po ja vetëm një shembull, ishte afër me, tha, do të argëzojmë, do të fitojë, ky do pat kryeministër. Për Ermesalian. Se e ke përdorur një moment. Prej ka jeti, thëma, prej Kaqenar. Po rrin Kaqenar, jo të arrin Lezhë. Sa viti kënë Lezhë? 20 vite. Ku punon? Punon të Peshku. Punon se Peshku. Po s'dora ta ke qeveri këto paga, filloj, ky nga ka thirrë, unë kam marrë, ishte një gjuhë, ishte ardhë. E pash si një zat frikshëm. Pash një zat frikshëm që i mungon Partisë Demokratike zyrtare. Një këta njerëz nuk i kontakton kush. Po si kontaktohet këta njerëz, ti si mund bash shumicë. Po si mund bash shumicë, pash mram, pash dhe me njëherë menova që nuk është normale të vi Paulini në debat dhe unë e përshëndes se s'ka në debat. Ishte pjesë e zgjedhjeve mrena PD-s, kandidat për kryetar partije. Normalisht në konflikt hapur interesi, që të vinte këtu në këtë lloj debati. Edhe emisionet delte sikur i paragjykuar në delte. Çfarë, ku, si? Kërkon. Ka marrë një vendim, ka prunë një udhëzim, kryesia e partisë i heq ata që s'kan votu foltorën, me foltorën, nga 2021. E ka deklaruar atje? Nuk është atje ku do ta dërgoj udhëzimin në WhatsApp. Në insert e pamë atë. Është kundërta inxhinier. Ai ka deklaruar me gojën e vet Sali Berisha. Këtë e kam lexuar, e kam dëgjuar me vesh. Ai tha që ata që nuk kanë votu në strukturën e Partisë Demokratike në 5 vitet e fundit nuk duhet marrën pjesë. Listat të pastrohen. Fakti i pastrimit listave ka qenë i përvitshëm, i përhershëm, por theksi, në 5 vitet e fundit ishte prapë
kundër Bashkimit Demokrat. Fakti që kandidatët e propozuar janë vetëm pjesë aktive e foltores aty yes menve që themi ne. Që kanë yes men tek. A për te e ke përdorur? Tek PD-ja. Ha? Yes men është kuptim shumë më gjatë. Po, qartë, po në këtë rast, edhe ky rast. frymëzimin e ke marrë Edhe ky aty. rast. Mirë, ky Altini Jesmen është? Altini është Altini Ha. ka fillu jetën politike në 2013 kur unë kam dhënë ndërheqje nga jeta aktive politike, po jo nga strukturat. Jemi dy epoka që ndajemi pikërisht. Mirë, a di pse sollëtar ta jap pak si informacion. Nëse mund të ndërhyj. Po, pastaj ndërhyj dhe e pruna si informacion për të thënë domosdoshmë që propozimi e antarësisë PD-s Dega Lesh për kryetar të PD-s. Domosdoshmë kanë qenë propozimi Lindita Medalia, Donika Ndoj, Altin Mema, Sovelian Kosova, Salvador Kaçaj, Max Kola, arkitekti, Franz Zefi, Bledar Prendi, Paulini, do vite këtu, Erion Gjoni. Dhe këto thot nga këta të propozuar nga antarësia plotësuan formularin e kandidimit 4 kandidat të cilët u miratuar nga kryeësia e PD-s Lezhë dhe pasur përsohen. Kryesisë PD-s, e cila do të vendosë për kandidatët final në zgjedhjet që do të mbahen shpejt në Lezhë. Dhe këto janë Donika Ndoj, Salvador Kaçaj, Paulin Marku, Franz Zefi. Unë isha të pasë ku po shoh Altinin te kjo kadër, apo si ishte. Nëse mund të përgjigjem për Altinin. Po. Tani, sa takon udhëzimit, po nisi aty ku e la inxhinieri. Udhëzimi i Partisë Demokratike i fundit, për mua është i drejtë në pjesë të saj, ku pastrimi i listës anëtarëve të Partisë Demokratike, të njerëzve të paangazhuar, fatkeqësisht, ndonjë edhe pjesa e administratës së Partisë Socialiste, fatkeqësisht, edhe drejtuesi në institucionet të Partisë Socialiste, nuk mund vinë dot të ushtroj botën të zgjedh qoftë kryetari i Partisë Demokratike, kryesin apo struktura tjera drejtuese. Ndërsa për sa i përket listës kandidatëve, unë kam qenë i propozuar së bashku me 10 tjerë në analizën që Partia Demokratike ka bërë në 18 grup seksionet e Partisë Demokratike të Lezhës. Çdo demokrat ka pasur të drejtën të propozojë atë që mendon si kryetar të ardhshëm të Partisë Demokratike. Ato janë vetëm disa nga kandidaturat, besoj që ka pasur edhe të tjerë, dhe një ndër ata që unë nuk e plotësova, jam unë. Dhe jo për justifikim, për shkak të angazhimeve të mia në universitet dhe për çuarin përpara një projektit akademik, e kisha si gjykim në kokën time që nuk është koha e duhur. Pra një kryetar që do marrë drejtimin e Partisë Demokratike, do ta ketë gjithë kohën fizike, angazhimin dhe mbështetjen për ta drejtuar atë. Dhe secili prej atyre emrave që ju lexuat është propozuar nga Partia Demokratike dhe çdo demokrat në 18 grup seksionet ka qenë i pakufizuar për të propozuar këdo. Dhe në bazë të propozimeve, Partia Demokratike e Lezhës ka dërguar më pas formularët për të qenë kandidat. Dhe 4 kolegë kanë paraqitur dhe miratuar nga kryesia e Partisë Demokratike, ndërsa lista finale dhe kandidatët final, besoj që do publikohen në ditët në vijim, janë drejt statutore kryesisë së Partisë Demokratike të Shqipërisë. Është një gjë shumë e rëndësishme që paralelisht, ndoshta më rëndësishme se sa propozimet për kryetar të Partisë Demokratike, ka qenë analiza e zgjedhjeve në çdo grup seksion dhe çdo seksion. Është bërë analizë në çdo njësi administrative duke marrë parasysh faktorët që ndikuan në fitimin e disa zonave nga Partia Demokratike me qëllimin e fitores Partisë Demokratike, por njëkohësisht edhe me humbjet e Partisë Demokratike në zona të caktuara. Dhe kjo është bërë në bazë të një analize të detajuar në mënyrë që demokratët jenë më të mirë përgatitur dhe të kenë përpara një tablo të qartë atyre problemeve që ndodhen në zgjedhjet e shkuara në mënyrë që Partia Demokratike në sfidat e ardhshme elektorale të jetë fituese. Tani, kryetari i Partisë Demokratike do dalin këto të 4, ëh? Njëri nga këto të 4. Donika Ndoj, Salvadori, Paulini ose Frani. Tani kjo i takon kryesisë Partisë Demokratike Atje apo mund të zëvendësojë finale. Nuk besoj që atëherë këtu, shikoj këtu. Gjithë foltori është ngrit edhe për hapjen e Partisë Demokratike.
votat do t'jepen kush dëshiron të kandidojë. Jemi kthy prapë tek modeli që është në kohën e Kryqëzimit Bashës. Të vendos kryesia e Partisë Demokratike, dhe në këto të katër, cilë do t'jenë dyshja. Mendoj që mund të jenë dhe 4, nuk Do ta bëhet- paraqykojmë do dot. bëhet- do Mund të jenë bëhet- dhe 4. Nuk e paraqykoj dot. Kësaj Nuk e vetëm, di se çfarë vetëm, mendon. kësaj vetëm hapje nuk i thuhet. Ja themi si dush, hapje nuk i thuhet. Inxhinier, një pyetje shoqërore. Realisht do ta doja. Nuk jam edhe për këtë formulën e hapjes madhe. Normalisht kryetari i Partisë Demokratike, ajo që unë isha krejt dakord, të marrë përgjegjësinë në organizimin e partisë, të marrë përgjegjësinë e zgjedhjeve, dhe kryetari i Partisë Demokratike Dega Lezhë apo Dega Konespol të jetë i emëruar direkt nga kryetari i Partisë Demokratike. Por ama, në përzgjedhjen e tij, të marrë përgjegjësinë për të vijë rezultati i zgjedhjeve. Për mua kjo është zgjidhja më e drejtë, më e ndershme dhe jashtë këtyre mekanizmave. E hallakasin, propozoni sa doni, ju i jeni vota, fjala ju do dëgjohet, në fund vendos kryesia këtu me sa me pranu për këtyne, e do vendos kryesia lart, se nga këta që ka vendos kryesia lart, Me thënë drejtën, cilët do t'jenë dhe ta shtojmë edhe filanin, se ata kanë po e qartë. mund shtojnë edhe një tjetër ata. Edhe mund bile mund mos t'i marrë për konsiderat në shëtë kate tyç, Edhe vjen ai edhe tjetër. vjen një tjetër. Ingje- Është kompetencë statutore. Po. Shumë gabim që i ka bërë dëm PD-s ndër vite ky model. Inxhinier, pa dash që kemi konflikte për shkak miqësisë Ja, hershme, edhe ju kishit drejt që të kandidonit. S'do u përjashtonte askush dhe do votojnë kryesisë E gjithë. qartë, shiko, Altin, Unë- edhe pak besoj se Kjo është dakord me qartë. kjo është personale. Unë kam dhënë një kontribut jo të vogël kur janë bërë primaret për kryetar bashkie. Kanë qenë doktor Pashkut, Po. që Kam për qenë mua pjesë- kishe shumë probleme. Kam qenë pjesë e atyre primareve, edhe se cilësohesha që Pashku i Bashës, është i Bashës Pashkut, unë kam qenë kandidat në primare. Dhe skema e dirigjume nga qendra ishte e përcaktuar qartë që kandidati do të jetë Pashku. Pashku miku im. Unë nuk isha arsye të përplasesha për një gjë që ishte krejt e qartë. Inxhinier, kam qenë pjesë e komisionit, kam qenë pjesë e numërimit të asaj kohe, do është hera parë që dëgjoj që ka qenë një praca. Tani, Por se që mbështetja që kishte, ja po ta u them. konfirmua edhe në votë të qytetarëve ku mori një numër shumë shumë. Ja po cilë një shembull, diçka, një informacion fare të vogël që ta dish, ta kesh për veten tënde. Jam drejtuar atij komisionit që ishte kush ishte atje, komisioni që merresh me këtë. Dhe them, sipas rregullore, sipas udhëzimit, kandidatët duhet të organizojnë takime me grup seksionit, me demokratët, të cilët shpalos alternativën e vetë. Dhe unë, kjo ishe kënaqësi unë pranej mora pjesë primare. Sepse thash, Partia Demokratike u kthyet alternativa. Dhe unë do të jem pjesë alternativës, në qoftë se Salvadori, Pashku, Maksi, kush është grupi atje, do bindin demokratët me alternativën që afronin ata, ma shumë se unë, le të votoshin, ta gëzonin dhe i shtrëngosha dorën. Dhe në fakt, nëse një parti nuk ka alternativë, ajo është destinuar të dështojë. Dhe ne dështum edhe me rastin e Pashkut, në mbështetës i fortë i tij, edhe ma shumë nëse do kishe pas nevojë për gjëra të tjera ndaj meje, edhe ma shumë, pra do kisha dhënë. Gjithçka kanë dashur e kam dhënë, atë fushat. Nuk kam dhënë atë që s'kan dashur. Por ishte e destinuar me dështu mënyra se si e kishte përcaktuar qendra. Kandidati jon ishte pa alternativë. Partia nuk e furnizoi me alternativë. Vetë
Nuk themi të zero, alternativat, pse do ikë Pirin Nërëv? Do ikë Pirin Nërëv se ashtë lodhë Pirinin për shtet? Jo, Pirin do ikë sepse 1, 2, 3 nuk jeti Pirin. Do të bëjë ndryshon. Kjo është ndryshimi. Kjo është lezha ndryshe. Kandidati është përgatit. Ai grupi i strukturum i potencialeve profesionale. E kështë thënë alternativen për me fitu. Djerës t'i kanë shku një drejtuese e programit politik të Pashkut. Nifet me emër sot dhe me kishë më rrëdhësh për shkenca politike. Dhe në që është kjo? I bindë kundër asaj që kisha dhënë ca pika që do mbështetet. Që është kjo program? Që ndryshon ky me Pirin Nërëv? Kjo është pikë ti Pirin më shumë. Jo më e vazë. Ti kemë rrëdhë shkencë politike, do me bërë karrierën politikë, do të ndryshosh, do të thush që ne jemi ndryshe, 1, 2, 3, 4, 5. Ti bidin njerëz që duhet ky ndryshim, do marrësh votën. Unë nuk besoj prapë që Partia Demokratike në atë kohë humbi vetëm për fajin e PD-s. Pra, çdo fushat mund vinë drejt përmirësimit, por se po kthena në nga një çështje një tjetër, në vitin 2023 Partia Demokratike kishte kandidat të shkëlqyer. Ishte Dr. Pashku. Në ato që garuan dhe futën primare. Secili prej tyre po fitonte, do ta kishte të mbështetje. Nuk di se sa do merrte vot publik, por brenda strukturave u dëshmua një lloj entuziazmi për ta fituar Bashkinë e Lezhës. Por fatkeqësisht Partia Demokratike dhe kandidati në këtë rast, që ishte Dr. Parzhoni, ne s'kishim elementet bazik. Pra kryetari i partisë tonë, për cilën kandidonte zoti Parzhoni, s'kishte fare në listë. Dhe normalisht në dalja me koalicion krijoi ato rreziqet e veta dhe nuk u përkthyen vot pavarësisht e problemeve të tjera, pastaj administrat në gjitha anët. Dakor, esenca ishte tek udhëzimi i primarëve që të bash takime në grup seksione me. Unë kam shpreh inxhinier kundra primarëve të asaj mënyre. Dhe aq më keq përfshirja. Dhe kërkesa ime që në qovë se nuk organizohen këto takime publike, me strukturët dhe me publikot, unë nuk do t'jem kandidat. Unë do t'jem kandidat vetëm me alternativë, me kolegë që duhen të asunojnë Bashkinë e Lezhës për të drejtu, me alternativë para publikut. Shiko, du të them një gjë, nuk e zbatun. Për mos të thënë që një prej drejtuesve të Partisë Demokratike ka qenë në kujdes personal që mu të mbaj thirrje që duhet ta hapësh krahun, sepse ne kemi përcaktuar, e kena mirë mendu kush do të kandidati. Në këtë lloj mënyre nuk shkojmë kërkun. Unë e du Pashën, e kam shok, e kam mik, e kam qatë dush, e kam lidhje shumë lidhje me te, por unë isha i mendimit i qartë që isha një alternativë që Pashën nuk e zotëronte për qenë kandidat. Ndoshta kisha ca gjëra që Pashku i kishte dhe unë si kisha, por mendoj që ajo që unë kisha i duhej patjetër një kandidati. Dhe unë dalu, unë mbyllë e punë, nuk pata asnjë lloj keq kuptimi. Unë kisha ardhur se kisha për jetë vdekje, se jetën time kam ndërtu në mënyrë private, dosha tjetër një kontribut që fitoj Bashkia e Lezhës. Kuptoj inxhinier, në disa raste në politik duhet të kalojmë veten për të arritur objektiven. Për shembull, s'kam pas kurrë një funksion të lartë shtetëror, ama në vitin 2021 kur bën primaret, unë jam konfirmuar nga antarësia dhe nuk erdha si emër final. Por kjo nuk më bëri fare që unë të tërhiqem, përkundër se kam vazhduar me çfarë. Kalojmë te kjo tjetër që e preket. E ke pas të drejtë edhe ti me kandidu më thaj. Dhe jam i bindur që do kalohej se shkaluan emra të tjerë. Është bindja ime. Ju keni bërë një analizë të strukturave. Rezultatet zgjedhore. Seksion. Ashtu si janë strukturat.
si ka mundësi që nga 3.000 demokrat nuk ka dalë një demokrat të thotë që të mos jetë pashnozi kryetar parti. Kjo është një pyetje retorike. Mund të përgjigjem? Është një pyetje retorike. Ose e ka propozu dikush dhe nuk e ka shkru, ose është orientimi pash është kritik, nuk ban pasho kësaj herë, unë pa kështu e lexoj. Ose a shkru dikun, është propozu dikun dhe nuk a shkru emri pashme, ose kësaj herë nuk na duhen kandidatët kritik, na duhen kandidatët e fortorës besnik të 4 vite, 5 vite të fundit. Unë po flas në mbledhjen që është bërë në analizën e njësisë administrative Ballbret, ku kanë qenë 2 grup seksione. Aty janë propozuar individ që në mënyrë më absolute ku është propozuar është raportuar në mbledhjen e kryesisë. Faktën në 2 grup seksione që isha ju nuk ishin propozuar, sepse do të jepte atë drejt. Shiko, Altin. Unë e di që s'është propozuar, e di se ka pasur kujdes mos më propozu asnjë prej jashtë Skalionit. Po e qartë, po shiko pash. Nuk mendoj që Partia Demokratike ka alergji ndaj personaliteteve që kanë. Jo, unë nuk kam ambicin, se kam ambicin për me kandiduar për këtë parti. Realisht nuk e kam ambicin. Në këtë situatë nuk më intereson. Nuk shoh, kam një këndvështrim timin që jam pesimist, nuk kam optimizëm. Dhe aty ku jam pesimist, nuk kam pse hy me lujderën kotë, se në, dhe të shuj bje. Dhe, po, është e keqe që nuk e një mëri me dal nga grupi, nga Skalioni. Për sy të keqe është dasht me propozu dike. Shiko pash, aty pak një... Sepse... Që një kjo është puna ndërësisë. Kam një detaj. Në pikpamjen politike... Në pikpamjen politike, do me qarku i lezhë, do me thënë ka qarku, ka edhe një model për gjithë Shqipërinë, realisht. Ka edhe në mirë ditë, u bënë bashkë, edhe të bashkës, QSI-s, po dhe ti po u bënë bashkë. Edhe fitun. Ata fitun. Pastaj unë i kam bëj pyetje Bert Mylyshit, kryetarit, i kam bëj këtu. Se ka i problem pastaj në ushtrimin e pushtetit, është problem shumë i madh pastaj. Domethënë ti, drejton e ke Timorin, a do të ishe më mirë, më komod me pas Timorin ti, si janë shprehjet e Ramës, mundi. Timorin kështu, apo kur e ke kështu capërlume, se capërlume je detyruar, edhe pse ti do që të bëje punën e tjetrit, ta bën sa bën. Unë kam hyrë për shkak të frymës, për shkak të forcës sime politike, edhe ti më lëviz do të më prej këtu, dhe ti nuk e bën dot programin kështu është aty. Atë punën që ti do të bëje, kur vjen mbrana një force politike, të strukturuar qartë, dhe unë të çoka në kanë qenë në qeveri, edhe ndërtimi i qeverisë në koalicion. Domethënë një e pamundur krijosh një istikame bunker që ai edhe pse s'bën ta siguroj punën e tjerë, ti do ta lije aty. Është problem shumë i madh këtu. Gjithsesi politikisht se numrat vendosin pastaj për pushtetin, numrat në të rast, për numra, po e tham unë, për numra është Mirdita, është një shembull. Jo i keq. Absolutisht. Shembulli më i mirë që Partia Demokratike do të kishte nxjerrë mësim. Në atë kohë unë kam hyrë në zyrë Lulzim Bashës. Ishte në Washington, kur ne kishim probleme për Lezhën, donim që PD-ja Lezhës kandidati i Lezhës fiton të zgjedhjet. Dhe i kam hyrë në zyrë Lulzim Bashës. Duhet të aplikohet shembulli i Mirditës. Mos e merrni këtë përgjegjësi mbi kurriz që nesër kandidati i juaj përballë kandidatit të fortorës të dalë me 1000 vota, me 2000 vota, tjetër me 15.000, 17.000, dhe të humbasë zgjedhjet, dhe të merri faturën mbi kurriz që humben zgjedhjet për shkak të votë kandidatin tuaj. Më ka thënë ligjërat të drejtë. Nuk jam përzi Ngeletit me emra. Me këtë frymë jam absolutisht dakord. Aty ku kandidati jonë është bindës, kandidati Ali Behet, është bindës që mund të fitojë zgjedhjet, le të negociojë të hape krah kandidati tjetër.
Në vende tjera, ku ne simi bindës, le të bashkëpunojmë dhe të fitoj kandidati. Ama, duhet që kandidati të ullet dhe të bëjë kompromisin parazgjedhor që ku si do të jenë strukturat e Alibejt atëherë. Kjo ka qenë frima, jam mënuta për cilë këte, edhe këtu poshtë, e di që kam mri deri në një pikë, por nuk mrina që gjithë ta njerëzit që ishën mas bashës të vinin në blok, të vinin në krahun e kandidatit. E qartë se duke afru nga fundi. Ky shembull i Mirditës do ishte shembulli edhe sot iko ajo, ka iko ajo. Aplikoj sot, se sot jemi 4 vite mrapa, 5 vite mrapa, sa ban. 5 vite që ka filluar kjo loja, po jemi nga zgjedhjet jemi 2 vite, është kaq sot nuk ka kuptim lufta të ngrihen nga hiri, jemi ngrit nga hiri, ju jeni heroj. Se keni kundërshtuar Bashën. Edhe me thënë aty. Vazhdoni sulmoni ta të Bashës. Vazhdoni bini në Facebook, vazhdoni anatemonia, vazhdoni mos i përshëndetni, mos i ftoni. Kjo është indirekt thirrja, indirekt e tia. Mos marrë të Seliani. E la mes. Mos kapja e këtij elementi që ka kap Seliani në lesh. Është me në fregot e PD-s së bajnë. I duhet për të bërë shumicë. Atë që ka kap Seliani, i duhet me u bërë shumicë. Ta harrojnë, së në qosën e kapin gjithë copat dhe nuk ndërtojnë kohezionin e mërshëm, ta harrojnë PD-ja që fiton qoftë edhe një bashki në zgjedhjet e ardhshme. Okej, se po afrona nga fundi do t'i lëmë pak vëmendje Altinit. Unë po respektoj moshën. Po, okej, do t'i lëmë vëmendje, por Përkohësisht dhe kam i pyetje direkte. Histori. Në këto 4 që janë kështu, për cilin do ishte ti që të jetë kryetari i Partisë Demokratike Lezhë, cili e bën më mirë? Nëse do thoja këtë, do isha krejtësisht e pandershme. Se ata kryesie t'jap një vlerësim, secili prej atyre është një personalitet i PD-s, do të votoj bashkë me demokratë, një prej tyre. E di, tani ti nuk e thu dot, do të rush gjuhën e check balances, po bashku ka për ta thënë direkt, cilin je bashku? Të 4 të Lezhës. Do bisedoj. Do pres nëse ata bisedojnë me mua. Nëse bisedojnë me mua, kush më bine... Po bisedojnë 4 me ty. Kush më bine, do votoj. Okej. Nëse dalin këto. Nëse bisedojnë me mua, nëse do kem kohë, do shkoj ta votoj. S'do kem kohë. Nëse nuk më vinë, unë mund ta them preferencën time. E them që tani. Por për shembull, nëse këta të 4 do shohim, nëse do vinë 4 apo disa vinë, unë për shembull para se të bëjnë zgjedhjen do kisha shumë dëshirë ti kem këtu. Flasim me publikun. Unë prandaj kam miq. Jo duhet që të flasim me publikun, është shumë e rëndësishme kjo. Po tregoj, po kjo është. Jo me influencier, se unë i ve re, shumë ordinere më burr. Sinqerisht, i shoh me influencer, më i shoh edhe mirë ti. Me influencer e marrin, qoftë majtas, qoftë djathtas, influencot ti që të marr votën e atij djathtë, i thotë majtit, të tjerë. Jo më shumë për ballafaqim publik. Besoj që për herë të parë, vërë që të jetë kështu, kandidatët të cilët do të jetë lista finale, sepse nuk e di në fund çfarë do sjellë kryesia, ka gjasa që jetë e tillë, por mund të pësojë ndonjë ndryshim. Paktën në mbledhjen e kryesisë është vendosur që kandidatët të shkojnë të gjithë bashkë përballë strukturave për të shpalosur platformën. Do të ishte gjë shumë e mirë kështu. Ja, mendoj që kështu do realizohet. Jo me influencer, sa shumë e rëndom, sinqerisht. Shpeshherë ndërhyrjet e dëmtojnë, jam krejt dakord, pra influencer, se flasim për influencer që mos ta keq kuptojnë publiku, jo mediatik, influencer flasin për kuptimin, mund të jenë botës ekonomike, ndërhyrjet e tjera. Realisht koha ka treguar se sa herë ka pasur influenca jo të ndershme për të diktuar zgjedhje, qoftë kryetar partie, qoftë bashkie, nuk ka qenë asnjëherë në të mirë të vendit. Shiko, unë eftova Altinin Pashk, të ty të kam ndjek dhe paka shumë, po eftova edhe për një gjë, mua më pëlqen të rit, që sillin analiza pak më ndryshe, jo ato frazologjit, shablone, stereotipe, imitojnë udhëheqësin e madh, ku diu njëri tjetër. Kjo më pëlqen. Edhe ai Pashk, për shembull, Altinin ndava disa pikë Altin. Ishte interesant, herë më ka pëlqyer kjo shprehje. Një qytet pa gazetar është si një shtëpi në terr, pa drita, pa qiri. Absolutisht. Është shumë e bukur.
Domethënë edhe prezenca ime këto është mirë. Absolutisht. Edhe këtyre që kemi gazetarë të tjerë të gjithë, Fushës që zëtroj më mirë sa çfarë. Okej, pra, bukur. Kjo. Angazhimin tim politik e kam darë gjithmonë nga profesioni gazetar. Okej, shumë bukur. Studentëve të mi në universitet ju themi, ju lutem, kur jeni në televizion, në gazet, bëni lajmin më të mirë të mundshëm. Për kë do investoni? Ndryshe nuk do kesh kurse. Unë kam përdorur një Por kauz. fatkeqësisht media dhe rëndësia e saj është dëmtuar, po dëmtohet, dhe do dëmtohet pafundësisht nga media digjitale. Sot ka mikrofon gjithkush. Po gjithkohë. Po sidoqoftë, problemet për të filtruar gazetarët e mirë e orientojnë diçka. Unë kam përdorur çdo se shpesh herë thon, ky është i anshëm me këtë, është me atë dhe jo, pansin e kam perceptuar kështu. Ti jesh i panshëm me veten tënde. Një njeri që Po që ndaj vetes tone, i paanshëm, atëherë je në rregull. Edhe unë në studio kur dal këtu, du me qenë vetë i paanshëm që të flas me ata që kam ftuar. Paça më madhe një individi është paça me vetveten. Me vetveten, pra. Nëse ai s'ka paqen brenda vetës, mos prit asgjë që ta adhurojnë. Tani ti ke hedh para se të bëhat kjo nesër, që bëhat atë shtunën, bëhat kjo protesta e madhe, nuk e di se cili mund të jetë bilanci sipas jush, por ke hedh disa gjëra që thu Shqipëria ka nevojë për një zgjim moral i qytetar. Është një nga pikat, dhe thu ka nevojë për reagim qytetar ndaj korrupsionit, reagim intelektual që dalin përballë, që nuk presin ftesë për të reaguar, por e ndjejnë si detyrim qytetar e kombëtar të thonë vërtet e tjerë. Riorganizimi i PD-s, ke thënë, është më i domosdoshëm se kurrë. Demokratë ndeshme vëllet mirë kanë 4 anë të veni, qendrëstarën kaq opozitë gjatë që nuk u gjunjëzuan. Ka më të mirë të përgatitur se ndonjë që shohim në ndonjë dalje televizive etj, të kuptoj shumë mirë këtu, çfarë do të thënë. Ke fol diçka këtu për të pavarur dhe thu rreth 20 komuna në Kosovë i fitoi opozita. Fatkeqësisht te ne, PD-ja dhe opozita ka lëshuar terren për të pavarur, që siç duket nuk kanë motivuar as demokratët se qytetarët jo. E tjerë, joshit për administratën, ke thënë dhe ka pa gjitha do të mu duke interesante mund. Që ta sërën për publikun, që ka mund në të ishte perspektiva gjithë Facebookut tim. Po pra, po jo, për kjo juva është interesante dhe joshit për administratë, domethënë megjithatë thotë forca e vërtetë e PD-s janë demokratë e thjeshtë, luftarë që qëndruan në sfida shumë vështira. Ata që nuk morën kur favore nga pushtetit dhe mbajnë gjallë kauzat e demokratëve. Ata janë shtyllas vërtetës, besimshëria e tyre është thesar, që ndërsa atyre është dinjitet që shumë përfitues PD-s nuk e patën ose e humbën rrugës, ndaj PD-s duhet t'i vendosë ata në qendër, t'i dëgjojë, t'i mbrojë, t'i fuqizohej. Domethënë, kur në fakt qeveria dhe Rama ju ka marrë shpesh herë ju, herë një deputet, herë një tjetër, herë tjetër, patnoj tak i ka futur në administratë. Kam thënë që demokratët më të mirë janë demokratët të cilët nuk përfituan kur pushtet. Po të them mik që unë njoh njerëz që s'ka qenë kur pjesë administratës, i cili është çdo protestë Partisë Demokratike. Dhe demoralizimin jo pa krahas të ndodh kur ata që kanë pas pushtet pra në kohën e PD-s kanë marrë gjithçka, kanë krijuar karrierat e tyre të ndershme, në plus minuset e tyre dhe sot i bëjnë gjyqin Partisë Demokratike. Pra mund të ketë ato minuset e vetë Partia Demokratike, por në mënyrë absolute qendrëstarët më të mëdhej janë demokratët e thjeshtë, ata të cilët nuk përfituan kurrë. Unë i shikoj pafund, le të themi krahas strukturave edhe në protesta që organizohen nga Partia Demokratike. Ka me mirëditor pafund, të kurbimit pafund dhe të lezhës pafund që ishim edhe para pak kohësh në protestën në Tiranë dhe jam i bindur që e tillë do të jetë. Do të them pak tek administrata. Atë tek PD-ja, si pjesë e ish administrata apo administratës sashme. Fatkeqësisht, në shumë dyrë të institucioneve ka militantë. Pra mund të jetë demokrat me shpirt të zemër fantastik. Por formimi i tij nuk mund të jetë për të qenë pjesë e administratës. Dhe kjo do një analizë të thellë, do një bazë ligjore të thellë, sepse nuk mundet kush ta bëjnë, supozojmë unë në profesionisht, në marrë marrëdhënie me publikun, bëj inxhinier. Nuk e bëj dot. Dhe fatkeqësia më e madhe në jo pakras të administratës është përfshirja e militantëve, le të themi pa një formim të saktuar në pozicione të rëndësishme. Kjo duhet të ndryshojë. Okej, të falenderoj. Pret gjë 3 nga protesta apo është thjesht rituali? Unë nuk besoj të kjo protest. Ma shumë e shoh si një protest për me treku domenin e Partisë Demokratike ndaj
shehajve, lapajve, çorrajve, opozitës, pra ne jemi, ju jeni, po ne jemi, do shkojnë, do vinë demokratët pa ndonjë rezultat. Mendoj që një protest që do jape frut kur ajo është përgatit në bashkëpunim me alatët tonë tradicional ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian. Një protestë organizuar nga kontaktet me masat e njerëzve poshtë, në komunitetin poshtë, për çfarë ka bërë keq kjo qeveri. Dhe nëse këta dy faktorë bëhen bashkë, atëherë do të organizuar protestën me formalizu rrafën e qeverisë. Nëse nuk kemi mbështetjen e ndërkombëtarëve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe të Bashkimit Evropian, dukshëm në mënyrët e tyre diplomatike për të transmetuar tek njerëzit që është mbështetja e tyre, kjo nuk mund të ndodhë. Do shkojnë strukturat e Partisë Demokratike. Do harxojnë ato lekë, do kthehen në shtëpi. Pra, ky është Okej, mendimi jot. Në kaq për ta mbyll mendimi i Altinit, domeni i opozitës dhe i Partisë Demokratike nuk është më, le të themi, rotari politike, por shfaq politik. Partia Demokratike në kushte tërësisht pabarabarta përballë një pushteti që ka kapur çdo gjë, kontrollon çdo institucion, të pavarur apo i varur qoftë, arriti të marrë 500.000 vota. Dhe kjo, le të themi, edhe përballë fakteve dhe realitetit të OSBE-u djerë, pra të faktuar. Protesta Partisë Demokratike është për shqiptarët. Unë nuk besoj që ka një shqiptar që nuk gjen një arsye për të mos qenë protestë. Të kthena pak takimit të zotit Berisha, ku një gjysh, një demokrat, një burr shumë i mirë tha që më i riu në shtëpinë time jam unë, që ishte rreth 70 vjeç. Ky është realiteti. Po t'i futemi fshatrave të Lezhës, aq më shumë Mirditës, Kurbinit apo zonave të thella të veriut, do shikojmë një mjerim në kuptimin e realitetit në të cilin përballemi. Ka shumë pak njerëz. Realisht jo, në gjykimin tim, është fatkeqësia më madhe për te PD se për te PS-s. Po boshatisen universitete. Po boshatisen shkolla, po klasa kolektive, për shkak të numrit shumë të ulët nxënësve. Dhe ne, nëse vazhdojmë me këtë hemoragji të ikjes, ku një pjesë e madhe është ikja dhe migrimi i trurit, ardhmja e vendit tonë është në një pikë pyetje. Nuk ka çfarë më duhet Europa, nëse unë nuk kam familjen time, të afërmin, komshiun, shkollën, qerdhen, e cila funksionon. Në realitetin e sotshëm, kjo për mua mbetet një gjë e frikshme dhe duhet bërë gjithçka mbase një lëvizje shumë e madhe për të mbajtur këto që kemi dhe për gjetur mënyra dhe mekanizma për të sjellë të tjerët. Unë që flas këtu jam në veti 4 vlla. 13.000 jeton në Itali dhe secili prej tyre më thotë të lutem vlla e japej. Pra në një realitet dhe një perceptim ku ikja shihet si zgjedhje. Në fakt, protesta është për treguar që do t'ikin ata që quan Shqipërinë në këtë mënyrë dhe t'jepet një zgjedhje, një popull që flet, nuk reagon, është i destinuar që ta kapë gjymësia me kushte dhe pasoja shumë të rënda. Okej, ju falenderoj edhe për këtë mesazh dhe për këtë qëndrim të fundit të dy. Ishe shumë kënaqësi. Të falenderoj shumë që ishe në emision, me ato qëndrimet e tuaja që janë antikonformiste, dhe Altini që me finesë mbron kauzën dhe është i qartë në atë çfarë ndjek në parimet e veta në angazhimin tim politik. Shumë faleminderit, do shihemi sërish, besoj bashkë edhe për tema të tjera, sepse ka shumë rëndësi, sidomos edhe për edhe këtë emision e mendova mirë, këtë rast që të flasin në mënyrë, domethënë që të gjë tjetër të thojë po, se shkriju perceptimi në publik që partitë politike nuk kanë intelektuale, dhe nuk ligjojnë intelektualin e vërtetë, domethënë kështu. Dhe është mirë që edhe në emisionet televizive, pse jo, t'u jepet hapësirë zërit intelektual, zërit që përbën avangardën kaq shumë e nevojshme në kohën që ne sot jetojmë. Faleminderit edhe një herë.
Nderuar të shikues, juve. faleminderit. Nderuar të shikues, faleminderit dhe ju që na ndoqët. Nëse se më the dhe shprehjen jo konformist. Realisht populli ka një shprehje, ai që të do të rref. Okej. Kush të frekon, ki kujdes. Ashtu, e mbyllim me këtë thënien e pashëm atëherë gjithmonë se po më kujton thënien e Grita Dumës. Faleminderit, faleminderit shumë. Rishihemi sërish të prajmit Ishte edhe më mbylli e bukur. Okej. Rishihemi të prajmit që vjen. Me unë Gjergj Marku këtu në Kuben, në Akrolis TV.